Përshëndetje dhe mirë se erdhët në episodin e radhës së podcastit të Disha po të kesh më mirë të dyja, ku flasim sërish për fondin e pensionit privat si një produkt financiar afatgjat, jo në kuptimin e sa viteve na kanë mbetur, por si ide, si e mendojmë ne të ardhmen dhe sa bëjmë sot për të garantuar një të ardhme më të qetë. Kam kënaqësinë sot të kem të ftuar Albana Bode, asistent drejtor DEGE për Ankredins Bank, si një person kyç i cili ndihmon në promovimin dhe në shitjen e fondit të pensionit. Flet me njerëz të moshave të ndryshme për këtë produkt financiar. Do përpiqemi që ta mbajmë bisedën me terma sa më të thjeshtë, pa shumë ndërlikime në terma financiar, për ta bërë më të kuptueshme dhe për gjithë dëgjuesit. Albana, përshëndetje dhe mirë se erdha. Për ta nisur nga fillimi, si është një ditë e jotja në DEG? Çfarë bën konkretisht? Po. Atëherë çdo ditë nis ndryshe, çdo ditë ka tematikat e veta për shitjen e produkteve, për realizimin e targetave, për menaxhimin e stafit, për ndihmën ndaj klientit dhe çdo ditë përpiqemi që të japim maksimumin, që çdo person, çdo klient të mbetet i kënaqur. Në portofolin e madh që Banka Credins ofron me produkte për klientët e vet dhe me shërbime, fondi i pensionit, çfarë vendi zë aty dhe si është e parë nga këmbvështrimi i një personi në staf në pozicion shitës për produktin fondin e pensionit privat? Ashtu si që janë të gjitha produktet e bankës, edhe fondi pensionit është pjesë e produkteve që neve ju ofrojmë klientëve. Çdo ditë ne ofrojmë këtë produkt të ri tek individët të cilët ne na paraqiten pranë shërbimeve tona, duke jo sugjeruar edhe për vete dhe për familjarët, duke i bërë një përmbledhje se si funksionon fondi i pensionit. Duke qenë një person kyç në DEG, marrim rastin e DEG-s tuaj për promovimin dhe shitjen e fondit të pensionit privat. Me fjalët e tua të thjeshta për dëgjuesi, si do ta përshkruaje këtë produkt financiar? Një fond pensioni privat është një kursim afatgjat që individi e krijon vetë për të ardhmen, përveç pensionit shtetëror. Fondi pensionit privat ka një rëndësi sepse krijon një stabilitet financiar dhe një jetë më të qetë kur individi arrin në moshën e pensionit. Duke qenë se në DEG mund të paraqiten çdo ditë tipologji të ndryshme klientësh me kërkesa të ndryshme, me nevoja të ndryshme që kanë nevojë për plotësim. Si nis zakonisht procesi i shitjes së fondit të pensionit privat, po themi te një klient i cili nuk e ka gjithë informacionin paraprak, ndryshe nga ata që e dinë se ku pozicionohet fondi i pensionit në atë kursimin e tyre afatgjat? Shpesh ka klientë të cilët nuk e kanë këtë informacion dhe ne procesin fillestar e fillojmë me mënyrën e shpjegimit, duke ia shpjeguar në mënyrë sa më të thjeshtë, me shembuj konkret, duke shpjeguar se si funksionon, çfarë benefitesh ai do të ketë dhe duke krijuar besim tek klienti. Besimi që ne i japim është faktori kyç që mund të arrijmë në përfundimin e shitjes së produktit të fondit pensionit. Cilat janë ato argumente që shpesh përdorni për të bindur këtë tipologji klienti, atë i cili nuk e ka informacioni dhe ndoshta nuk dëshiron që të kontribuojë në një fond pensioni privat krahasuar me një produkt tjetër financiar që banka ofron? Argumenti më i fortë është duke ja shpjeguar dhe duke e bindur për siguri afatgjat, duke i folur për kontributin, që kontributi është fleksibël, që do të thotë ai në fillim mund të futet me një vlerë fillestare, por që në vazhdim këtë vlerë ai mund ta ndryshojë, mund ta rrisi, dhe duke e sugjeruar që sa më shpejt të antarësohet pranë fondit të pensionit, aq më shumë do të jenë përfitimet kur të arrihet mosha e pensionit. Gjithashtu, fondi i pensionit nuk sugjerohet vetëm për anëtarët që na vinë fizikisht, por edhe për familjarët e tyre, shpeshherë edhe për fëmijët, edhe pse mund të jenë në moshë pak të vogël, ne ju ofrojmë këtë produkt që sa më herët të fillojnë investimet, aq më shumë do të jenë përfitimet kur arrihet mosha. Gjatë procesit të shitjes, cilat janë sfidat më të mëdha që hasni? Sfida më e madhe është mendësia që është herët që unë të investoj në këtë fond pensioni, sepse ka klientë të cilët janë në moshë 25 vjeç dhe ne jo ofrojmë. Atyre ju duket sikur është një periudhë afatgjate dhe mëson që ndoshta ne nuk do të arrijmë këtë moshën, por kjo është mendësia që, domethënë, është herët që ne të investojmë.
Po, për ta lidhur pak edhe me grup mosha të cilat preferojnë më tepër fondin e pensionit. Shihet si një produkt me më tepër, po themi, më afër klientit, për ata klientë të cilët janë në grup mosha diku te 40 apo 40 plus, sesa për moshat e reja në degën tuaj? Neve ja ofrojmë të gjithë grup moshave. Jo, në aspektin e sfidës në shitje krahasuar në dy grup mosha klientësh. Në realizim shitje është grup mosha e cila ka dalë në marrëdhënie pune dhe ka një vjetërsi pune, por që si shitje realizohet për të gjithë grup moshat. Klientët shpeshherë kanë bërë dhe pagesa për fëmijët, duke menduar një të ardhme më të sigurt për ta. Një opinion tëndin më individual, fondin e pensionit privat e shihni si një produkt financiar apo social? Fondi i pensionit është kombinimi të dyjave, dhe social dhe financiar, por më shumë ja vëm theksin tek sociali, pasi ndikon drejt për drejt në mirëqenien dhe në dinjitetin e individit kur arrihet mosha e pensionit. Albana, ju vetë jeni antare e fondit të pensionit privat. Si e planifikon pensionin tënd, duke qenë se ke edhe një kontribut të cilin ti e derdh vazhdimisht për fondin e pensionit privat? Unë e mendoj duke kontribuar në mënyrë të rregullt dhe për një periudhë afatgjate, siç bëjmë edhe me këshillat që japim klientit, në mënyrë që të investojnë në mënyrë afatgjate dhe të arrihet përfitimi financiar në fund kur arrihet mosha e pensionit. Dim që efekti kotë e fondi pensionit ka një peshë shumë të madhe. Përpara se ta mbyllim episodin, çfarë këshille do kishe apo mesazh për ata individ të cilët e shtyn këtë vendimin e antarësimit në një fond pensioni privat për një ditë tjetër? Duhet që të investosh sa më shpejt në mënyrë që të kesh përfitim nesër, si për vete dhe për anëtarët e familjes. Të falenderoj shumë për gjithë këndvështrimin tënd dhe që ishe pjesë e këtij episodi. Shpresojmë që ta kemi bërë pak më të qartë hap pas hapi fondin e pensionit privat si produkt financiar dhe gjithë rëndësinë që ai ka për sigurimin e një të ardhmeje më të qetë. Faleminderit.